Jemi në Londër me ambasadorin Mal Berisha, ambasadori shqiptar për Mbretërinë e Bashkuar. Edhe jemi shumë mirënjohës për kohën tuaj, për punën tuaj, për shkrimin e një libri të mrekullueshëm për Charles Erikson. Dhe faleminderit që keni mundësi edhe të flisni pak me ne, lidhur me jetën e tij. Dhe pyetja ime e parë është se si jeni lidhur me Eriksonin? Si ndodh që ambasadori shqiptar në Londër takohet me këtë figurë historike, edhe si arrin të bëni një punë kaq madhështore, 3 vëllime për jetën e Eriksonit? S'pari ju falenderoj për intervistën, pasi nëse ka diçka që mua më tërheq më shumë për të folur dhe për të shpjeguar, është jeta e Eriksonit. Eriksoni besoj që ka patur një forcë të jashtëzakonshme për t'u bërë mirë njerëzve në kohën kur ka qenë gjallë. Por unë mendoj se tek unë ka një efekt të jashtëzakonshëm transformues, sepse tek ai shoh njeriun e virtytit, të sakrificës, të përkushtimit të madh ndaj kauzës dhe çështjes që ai ka besuar. Unë kam rënë në kontakt me emrin e Eriksonit diku në vitin 2009, kur organizata Vatra në New York, e cila dikur ishte themeluar në Boston 100 vjet përpara dhe shumë kohë përpara se sa të formohej shteti shqiptar, pat një përvjetor dhe mund të thirrnin që aty të mbaje një kumtesë në cilën do flisja për kontributin e disa figura amerikane në çështjen shqiptare. Gjatë studimeve më ranë dorë libri i Haris Silajgjic, i cili ka qenë presidenti i Bosnjës, por ai është doktor i shkencave historike, bazuar në një temë, një dizertacion me titull Çështja shqiptare në arkivat amerikane. Dhe duke shfletuar librin, më tërheq vëmendjen emri i Charles Telford Erikson, i cili për fatin tim jo të mirë nuk kishte përmendur ndonjëherë në letërsinë shqipe, në historinë shqipe, në enciklopedinë shqipe, dhe unë u bëra shumë kurreshtar. Filmas kësaj fillova të hulumtoj dhe kontakti i parë me te ishte nëpërmjet Google. Kur bëra Google, më doli që në Yale University, në atë që quhet Divinity Library e këtij universiteti, gjendë një koleksion letrash të lëna trashëgim nga Charles Telford Erikson. Kjo më shtyu që vite më vonë të kërkoja libraristëve të asaj biblioteke një të drejtë për të parë dokumentat. Dhe të thënë drejtë, më vajtë atje, mendova do të ishin disa letra të cilat unë mbase mund bëja një artikull për të. Por surpriza ime ishte se kur vajtë atje, ata që janë shumë bujarë, jashtëzakonisht të sjellshëm, më thanë që pasi kisha porositur disa ditë përpara, më sollën një trailer shumë të madh, në cilin kishte dosje pafund. Dhe unë pash që aty do të ishte një punë e jashtëzakonshme. Dhe këtu filloi kontakti i parë me Eriksonin. Sipas mendimit tim, ju mund të njihni jetën e Eriksonit më shumë se askush tjetër, fal hulumtimeve që keni kryer këto vite. Pra, për ata që nuk e njohin jetën e Eriksonin, a mund të na tregoni se kush ishte, çfarë bëri, pse erdhi, çfarë ka arritur të kryej në Shqipëri? Eriksoni ishte një bir i një familje emigrantësh nga Suedia. Babai i tij ka qenë tamburxhi në luftën civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky u rrit dhe ishte u eduku jashtëzakonisht mirë, me siguri jo vetëm nëpërmjet kishës protestante, por edhe në universitet si Yale University, dhe i edukuar me sa duket me një frymë shumë bamirëse. Ai mori një post në Burma, ne i themi Birmani në Shqip, dhe kaloi disa vite atje bashkë me shoqen Kerin. E shoqja nuk e duronte dot jetën e misionarit dhe vujtjet dhe privacionet e mëdha që me sa duket i shoqërojnë këtë lloj njerëzish, dhe ai u detyrua të kthehej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri. Por meraku që ai të vazhdonte punën misionare për njerëzit e varfër, për njerëzit të cilët kishin nevoja të mëdha, nuk e lindte dhe ai aplikoi pranë bordit të misionarëve,
i cili me shumë vështirësi pas disa kohësh i afroi një post. Tha që ne kemi një post në Shqipëri, në Perëndorinë Osmane, dhe nëse dëshiron vesh atje në Shqipëri, ne mund të hapim një post. Ai arriti ta binte Kerryn që do të shkojmë në një post misionerësh në Evropë, çka do të jetë krejt ndryshe nga Burma e saj kohe. Dhe ai në vitin 1908, bashkë me 3 fëmijët e tij, Irli ishte djali i tij i madh dhe 2 vajza, vjen me një steamer nga Amerika në Londër, Marseille, bën një rrugë dhe përfundon në Konstantinopol ose në Stamboll. Që nga Stambolli në Selanik. Nga Selaniku nëpër manastir bën 7 ditë rrugë nga manastiri për të arritur në Korçë dhe arrin në Korçë ku ishte misioni Finis Kennedit. Aty u bashkohet këtyre misionarëve dhe fillon edhe aty në fillimin e vitit 1908 ai ka bërë edhe meshën e parë në kishën e Korçës. Pas 15 ditësh, ky njeri kaq i madh mendoi që Korça është aq e zhvilluar dhe është aq e përparuar sa nuk ka nevojë për punën time të misionerit, por duhet shkoj në një vend tjetër ku do të ketë më shumë obskurantizëm dhe më shumë prapametje. Dhe vendi tjetër do të ishte Tirana. Ai ka bërë një udhëtim spektakolar, i cili është mërësisht i vështirë ta mendosh, nga Korça në lindje perëndim direkt në Sarand, me mjetet e asaj kohe vetëm me kuaj, dhe kanë arritur në Sarand, dhe prej aty pastaj kanë kaluar në Korfuz, sepse Saranda me Tiranën nuk lidheshin dot me mjete toksore, dhe arritën në Korfuz. Në Korfuz kaluan 2-3 ditë shumë të mira, dhe prej aty me një steamer nga Korfuzi në Durrës, dhe që nga Durrësi në Tiranë. Kështu ai fillon jetën e misionarit në Tiranën, ku nuk ishte, me sa kam vënë re në të dokumenta, asnjë krishter. Ishin 12.000 banor, qyteti ishte mbuluar nga minarët e xhamive, obskurantizmi sundonte gjithkund, nuk ishte shkolla, ishte një administratë turke e otomane e prapametur aq sa nuk thuhet, dhe ky në rrugën e Dibrës, unë e kam kërkuar ta gjej shtëpi, nuk e kam gjetur dot ende, që t'i vë një emër të atij njeriu, po në rrugën e Dibrës ai vendoset në një shtëpi bashkë me fëmijët dhe me Kerryn. Dilte çdo ditë në qytet, fliste me njerëzit, mësoi shumë shpejt shqip. Jeta e tyre ishte jashtëzakonisht e vështirë, kushtet ishin krejtësisht të pakrahasueshme me çfarëdo lloj standardi të jetesës së Shtetit të Bashkuara. Kerry filloi të mos e doronte dot jetën aty dhe ka ca episode shumë të bukura, ndërto do të them një ditë kishte dalë në qytet dhe kthehet edhe i thot Kerry, today I have learned several Albanian words. And Kerry i thought, Eric, yes, but did you learn how to say, please take me home? Represioni turk ndaj këtij njeriu filloi të rritej shumë dhe ky nuk e pa që ishte pa mundur që të vazhdonte misionin e tij në Tiranë, dhe meqense se Elbasani po kthehej në qendër kulturore shqiptare, po flitej për hapjen e normale së Elbasanit, që është shkolla e parë mesme shqipe, ka përgatitur pothuajse patriotët tanë më të shquar të kombit, ai vendosi të shkonte në Elbasan. Udhëtimet e tij për në Elbasan pastaj janë një përshkrim i madh vujtjesh me karroca, ai solli edhe një piano në Shqipëri dhe Kerry kishte pianon për gjatë rrugës, ja kishin dëmtuar shumë, dhe është një histori shumë e gjatë të tregosh vetëm historinë e pianos në Tiranën obskure ku dëgjoheshin vetëm zërat e muezinëve dhe askush s'kishte dëgjuar ndonjëherë një instrument të tillë. Një zonjë amerikane e mrekullueshme e lindur në New York i binte pianos në atë qytet. Domethënë ai solli diçka të rrallë në jetën shqiptare. Që andej ai kaloi nga Kavaja, në Kavaj ka patur miq të fuqishëm shumë, cilkat e Kavajës, me cilët ai vazhdimisht ka patur një miqësi të jashtëzakonshme, dhe më vonë dhe pastaj arriti në Elbasan. Në Elbasan atje u mor me hapjen e një shkolle amerikane, por edhe aty nuk pat sukses për shkak se turqit përdorën gjithë format e dhunës ndaj tij. Në Elbasan, mas një viti i lindi dhe një vajzë, dhe ushtu u bë me 4 fëmijë. Më vonë kur hapi shkollën, filloi për sa kohë, por ndodhi një incident me turqit, të cilët na e dashkë kanë atë objekt të shkollës për një magazin baruti
do të vënë armë aty dhe nuk i mjaftonin ato magazinat e veta, ja morën shkollën Charles Telford Eriksoni. Dhe më vonë e morën dhe internuan në manastir. Ai është internuar në manastir dhe është mbajtur për disa muaj në kushte represive nën kujdes në autoriteteve turke, në një vend ku kishte me 10 konsullata të vendeve perëndimore. Manastiri në atë kohë ishte një qendër e madhe e Perandorisë Osmane në pjesën evropiane të perandorisë. Ka një episod që është nga më interesante të jetës së Eriksonit që unë kam dëshirë ta tregoj. Në atë kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ambasadën në Istanbul dhe i dhanë mundësi turqit Eriksonit që të shkonte të ankohej në ambasadën e vet, sepse kuptohet që ambasada në Istanbul kujdese për shtetasit amerikanë të cilët jetonin në trojet e perandorisë. Dhe vajti. Kur vajti atje, në mos gabojmë, emri i ambasadorit ka qenë Strauss, ulën ballë për ballë, kështu siç jemi ne, edhe ambasadori thotë, Erik i thotë, në atë karrigën, në atë poltronë ku jeni ulur ju sot, ka qenë dje i ulur ministri i jashtëm i Perandorisë Osmane. Dhe kam bërë një bisedë me te për ty, dhe i kam thënë, zoti ministër, çfarë keni me atë Eriksonin që e ndiqni kaq shumë? Ai duket të jetë njëri shumë i ndershëm, shumë i mirë, i urtë, nuk trazon, me një familje të mrekullueshme. Ju çfarë keni me te? Dhe ministri turk thotë më përgjigj, këto janë fjalët e ambasadorit. Ju çfarë keni me atë Erikson? Ju çfarë pune keni me atë? Sepse ai nuk është amerikan. Ai është një shqiptar i cili nxitet pas një pasaporte amerikane. Sepse në shtëpinë e tij futen njësoj si muslimanët, si të krishterët, si hebrejt, dhe të gjithë gjejnë paqë, të gjithë gjejnë mësim, të gjithë komunikojnë me te. Një njeri i tillë nuk mund të jetë në asnjë mënyrë. Ne bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme që t'ju mësojmë trupave tona ushtarake dhe administratës tonë atë gjuhë aq të vështirë shqipe, dhe asnjë prej tyre nuk ka ardhur ndonjëherë prej atij shërbimi me një gjuhë shqipe të mësuar. Nëse ky për një periudhë kohe shumë të shkurtër e flet gjuhën shqipe dhe flet edhe me njerëzit e rrugës, edhe me intelektualët e Elbasanit. Ky ishte, si më thënë, për Eriksonin një lloj komplimenti i jashtëzakonshëm, sepse ajo kishte dedikuar dhe në fakt tregoi më vonë që jeta e tij është e lidhur plotësisht me Shqipërinë. Ai kthehet në manastir, në fal ndërhyrjeve të ambasadës amerikane, ai lejohet të vijë përsëri në Elbasan. Në Elbasan vazhdon përsëri përpjekjet e tij dhe po gjatë kohës që ishin në manastir ju lind vajza tjetër e dytë dhe bën me 5 fëmijë. Ajo që quhet Grace Johnson Erikson, e cila është gjallë edhe sot në një nursery home, në një azil pleqësh në Boston, për cilën do flas më vonë. Në tetorin e vitit 1912, para se Shqipëria shpalla e pavarur, Early, djali i familjes Erikson, pëson një lloj dëmtimi duke lozur në bodrumin e shtëpisë. Dhe meqense s'kishte ndihmë mjekësore, ai infektohet shumë keq dhe pas disa kohësh Eriksoni detyrohet që ta marrë djalin dhe ta çojë për kura në Zvicër. Bashkë me njëra nga vajzat, të cilën do ta lënte në një shkollë në kujdesin e një nërse të një kishe në Zvicër. Shkon në Zvicër, për fat keq djali nuk mbijeton, përshkrimet e vdekjes djalit tij janë shumë të dhimbshme, janë jashtëzakonisht emocionale, unë i kam përshkruar në libra, ashtu siç i ka thënë ai vet, janë më të vërtet diçka që njeriu e bën të preket. Dhe më në fund, me që djali nuk mbijeton, i vdes në përduar në spital, e varros, i vën një plak atje, pajton dike që të kujdeset për varrin e tij, lën edhe vajzën në shkollë dhe kthehet. Por ndërkohë që erdhi vdes në Zvicër, në Shqipëri ndodh një gjë shumë e madhe. Shpallet pavarësia e Shqipërisë. Por sipas historisë, Ismail Qemal Beu, që erdhi në Durrës për shpall pavarësinë e Shqipërisë, sa po hyri në Durrës, Shqipëria filloi të pushtohej nga forcat serbe nga veriu. Dhe ai nxitoi shumë, është edhe në historinë e Shqipërisë, ai po nxitonte që të ngrinte flamurin në një zonë të lirë, që ishte Vlora, në mënyrë që mos kapej nga forcat serbe. Dhe ai ngriti flamurin në Vlorë, por Eriksoni kthehet në Shqipëri pasi ishte ngritur flamuri dhe kthehet në dhjetorin e vitit 1912. Por kur vjen në Durrës, e gjen Durrësin të pushtuar nga forcat serbe. Dhe për çudinë time, këtë nuk kam gjetur dot në një dokument që të më evidentoj si është e mundur që serbët dinin
aq shumë për vetëmërinë patriotike të Charles Telford Erikssonin dobi që është shqiptar dhe konsideronin si armik të Serbisë. Dhe marrin dhe arrestojnë, sa po futet në doganin e Durrës, dhe arrestojnë dhe e mbajnë 7 ditë të izoluar, pa ushqim, pa kujdes, në një bodrum thellë poshtë një basement. Mas 7 ditë është ai shefi po vdiste dhe gjen një rrugë që vetëm njëri shumë i zgjuar mund ta bënte. Shkruan një letër në gjuhën shqipe, ai shifte nga dritarja e qelisë së burgut, shifte njerëzit që ecnin, shifte kam njerëzish. Dhe një ditë shef një djalë i cili lëvizte, si duket lëste me një lloj topi. Dhe ky merr dhe shkruan një letër dhe thot: I dashur djalë, të lutem, merre këtë letër dhe çoje tek konsullata austriake, ke Charles Halla, dhe dërzoje atij dhe i thuaj që këtë letër e ka marrë nga Charles Telford Eriksson, i cili gjendet në burgun e serbëve në Durrës dhe ka nevojë për ndihmën tuaj. Kishte një marrëveshje midis shtetit amerikan dhe shtetit austriak që në territorin Osman të Perandorisë, në territorin shqiptar të Perandorisë osmane, ndihma konsullore i sigurohej amerikanëve nga konsullata austriake. Pra Charles Halla ishte i detyruar që të kujdesej për Erikssonin, por ata kishin një misit më përparshme me njëri tjetrin, sepse ai udhtonte shpesh për Durrës. Dhe Charles Halla shkon dhe nxjerr Erikssonin nga burgu. Kjo është një dalje shumë spektakolare nga burgu. Mirë, po serbët nuk bëjnë kompromis, i thonë, mirë, e nxjerrim nga burgu, duhet me njëherë të kap stimrin e parë të largohet nga Shqipëria. Mirë, po kishte familjen në Elbasan. Ai thonë, s'mund të ikem, kam familjen në Elbasan. Dhe pastaj e lejon që të shkojë me kusht që sa po shkojë të marr familjen dhe të kthehet. Ai nis rrugën në kam, kuptohet në atë kohë me kuaj dhe me karroca, arrin në Elbasan, dhe kur hyn në Elbasan, Elbasanllitë pikasin që u kthye Erikssoni, e kishin shumë merak punën e djalit dhe dinte gjithë qyteti që djali i ishte smur, dhe i dalin përpara dhe gjithë i thonë: Eriksson, Erik, na trego për djalin, si është djali, si është çuni? Dhe ai thotë: ja bëra me gisht poshtë, çuni vdiq. Në shqip. E ka të shkruar në gjuhën shqipe në libër, çuni vdiq. Dhe pastaj vajte në shtëpi. Ai kuptohet kontakti i tij me Kerin që priste të kthehej me djalin e gjallë është një dram tjetër. Dhe largimi i Erikssonit bëhet pas vdekjes djalit, merr familjen, i shtrënguar nga forcat serbe, domethënë kishte me gjithë persekutimet e turqëve, serbët erdhën dhe e përsekutuan edhe më shumë dhe e përzuan. Dhe ky mori nuk gjente asnjë kal në qytet, sepse forcat serbe kishin konfiskuar gjithë kuajt ose ato që kishin shpëtuar dot i kishin dërguar nëpër malet e Elbasanit. Dhe ky u nis bashkë me familjen e saj kuaj që ja u mori për hua romëve. Po kuajt e romëve dihet që ishin të paaftë për të ecë sepse janë shumë të dobët, pa ushqyer. Dhe në një vend ndalon të ushqej familjen e Erikssonit. Kur ndalojnë aty, po jep të buk fëmijëve, shef një djalë me 2 kuaj, njërin hipur, tjetrin e tërhiqti nga mbrapa, edhe shefa i thotë: Erik, urdhroi, thotë. Me çoj babai, thotë, në mal, i mora kuajt, e ti solla aty, thotë, që ti ta bësh rrugën për Durrës, sepse me kuajt e romëve ti s'do rrish kurrë në Durrës. Dhe babai të bën falë dhe thotë: kjo është dhurata ime për ty. Dhe Erikssoni atë ka përshkruar me një lloj krenarie dhe glorifikimi të jashtëzakonshëm për virtytet shqiptare. Ai njerëz kishte asnjë lloj interesi për Erikssonin, por i siguroi. Dhe që aty pasoj arrin Durrës, pasi në miqtë e tij të Kavajës dhe largohet nga Shqipëria. Sipas mendimit tuaj, cilit kanë qenë 3 ose 4 arritje më domethënëse, më të rëndësishme të Erikssonit gjatë jetës së tij? Nëse mund të zgjidhni vetëm 3 ose 4. Pyetja është shumë e bukur dhe unë mund të gjej shumë, po do t'i zgjedh vetëm 3 ose 4. E para, Erikssoni është një ndër njerëzit që e ka edukuar opinionin publik ndërkombëtar, ndoshta më mirë se kushdo tjetër lidhur me çështjen shqiptare. Pas largimit nga Shqipëria, direkt në vitin 1913, kur në Shqipëri ndodhen luftat ballkanike, ai ka marrë një mision prej këtu, prej Londër, nga The Economist, nga gazeta, dhe ka shkuar në Shqipëri dhe ka botuar një cikël artikuj që i fillonte që në Shkodër, në cilat ka ekspozuar përpara opinionit botror gjithë atrocitetet, gjithë barbarizmat që po bëheshin kundër popullit shqiptar. Dhe për mua kjo është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe që ai ka dhënë popullit shqiptar, sepse në atë kohë kishte shumë pak zëra që flisnin për ne shqiptarët. Arritja tjetër shumë e madhe e Erikssonit është që
në vitin 1919, ai ka qenë antari më aktiv i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris. Dhe unë besoj shumë që vendimi i presidentit Wilson për të mos nënshkruar marrëveshjen e paqes në Paris, traktatën e paqes Paris, në qoftë se kufit e Shqipërisë do të cenoheshin, ka ardhur bazuar në edukimin e përditshëm prej 15 ditësh që ati i ka bërë Charles Telford Eriksoni, duke i dërguar çdo ditë një letër dhe fal një njohje që Charles Telford Erikson kishte me zonjën Wilson, e cila po ashtu punonte për kryqin e kuq ndërkombëtar, dhe Eriksoni në atë kohë kur la kryqin e kuq ndërkombëtar në pulat e Italisë, ishte drejtori i përgjithshëm i kryqit ndërkombëtar për Italinë. Ai arriti që letrat që i dërgonte presidenti Wilson të vjeshin në krye të një pakete të madhe letra që ai arrinte që merrte çdo ditë. Mendohet që presidenti Wilson merrte në atë kohë çdo ditë 1000 deri 1200 letra nga lloj letra shkruesish të Ballkanit, të cilët pretendonin të merrin nga i cop tok njëri tjetrit. Fiume ishte problemi kryesor i konferencës paqes Paris, konflikti midis Jugosllavisë dhe Italisë, por kufit e Ballkanit pa përcaktuar qartë asaj kohë dhe pretendimet greke për Vorjo Epirin, Kosova e cila po rrëshqiste drejt Serbisë, pjesa shqiptare e perëndimit maqedon, shqiptarët e Malit Zi, Çamria, të gjitha këto ishin çështje në tavolinë. Por në fund fare, në hartën e botës në atë kohë ekzistonte një hartë e Shqipërisë që është edhe sot e tillë, e cila ishte përcaktuar në konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913. Tani, kjo hartë ishte shumë në rrezik. Italianët kërkonin pjesën jug perëndimore të Shqipërisë. Grekët kërkonin ata që e konsiderojnë Vorjo Epir që vinte deri në Elbasan. Serbët kërkonin të dilin në Durrës. Mendohej pra të ishte një provincë e vogël islame diku nga zona e Shiakut, që kapte edhe Tiranën dhe që do ishte një kanton i vogël, asgjë më shumë, nuk mund flitej më për një shtet shqiptar. Dhe duke i dërguar çdo ditë letra, çdo ditë, unë mendoj që produkti i asaj pune të Eriksonit është deklarata e presidentit Wilson në France Press në ditët e fundit të konferencës, kur ai thotë që delegacioni amerikan kur nuk do të nënshkruajë një deklaratë e cila do të cenonte kufit politik të Shqipërisë. Kjo ishte surpriza më e madhe për të gjithë ata. Aty kanë qenë kryeministri anglez, George Lloyd, ka qenë Clemenceau i Francës, ka qenë Venizelos, që njihet si lideri më karizmatik i kohës në konferencë, të gjithë i kapim në surprizë. Dhe Shqipëria u shpëtua, presidenti Wilson udhëtoi për në Washington, konferenca dihet fati i saj, por fakti është që Shqipëria mbeti në kufit e vet. Për mua kjo është një arritje jashtëzakonshme. Ne shqiptarët ende mendojmë, ende pyesim kush e ka bërë këtë që presidenti Wilson na mbrojti. Pse? Ka disa gojdhana, janë vetëm gojdhana. Por letra e presidentit Wilson që është dërguar me 25 prill të 19 delegacionit shqiptar që drejtohej nga Turkan Pasha, në cilën kishte në përbërje Lef Nosin, Imzot Turtullin, Imzot Bumçin dhe Charles Telford Eriksonin, është një letër shkruar e zeza mbi të bardhën, në cilën ai falenderon ata dhe i thotë: "Në mesin e kësaj dite shumë të zënë për mua, gjej kohë t'ju falenderoj shumë për letrën dhe falënderimet që më keni dërguar për atë që u bë për Shqipërinë." Dhe unë këtu besoj që është një ngjarje e mëdha. Tjetra është që Eriksoni ka qenë për një vit përfaqësues i qeverisë shqiptare si agent tregtar për sjell bizneset në Shqipëri nga Shtetet e Bashkuara në vitin 1921. Në vitin 1926 ai ka hapur shkollën e Kavajës. Eriksoni ka qenë mik i ngushtë i Herbert Hooverit, president amerikan. Por në kohën kur Herbert Hoover ishte Secretary of Trade, ministri i tregtisë, Eriksonit i ka dhënë $10,000 nga fondi vet personal, privat, në kushte anonime. Dhe i ka thënë që këto para do të jipen misionit për shkollën e Kavajës, në qoftë se kjo nuk ekspozohet ndonjëherë. Dhe kjo është marrëvesh vetëm kur ka vdekur Eriksoni. Janë gjetë konfermat e letrave të cilat vërtetojnë $10,000 të dhënë nga Herbert Hoover, i cili më vonë u bë president. Dhe shkolla e Kavajës në themelin e saj ka një donacion të dhënë nga një president amerikan nga fondi vet personal, jo nga qeveria amerikane.
Dhe kjo për mua është një gjë e mrekullueshme. Shkolla u hap, ai ka hap 3 shkolla. 4 në vërtet, po Elbasan nuk ka patur jetë. Ka qenë shkolla e vajzave të Kavajës, ka qenë shkolla e vajzave të Tiranës, ka qenë dhe shkolla bujqësore e Kavajës në malin e Robit, ku sot mban emrin e Charles Telford Erickson. Është ende ajo shkollë është ende në ndërtesat që i ka lënë Charles Telford Erickson. Në hyrjen e librit tuaj, ti përshkruan një pyetje kryesore që keni pasur për të zbuluar. E kjo pyetje ishte çfarë e shtyri Ericksonin për të ardhur në Shqipëri edhe për të përkushtuar gjithë jetën e tij çështjeve shqiptare. Pyetja ime është kështu, a keni gjetur përgjigjen? A keni zbuluar çfarë e shtyri Ericksonin? Unë mund të them se jam i dashuruar mas ti njëri, për shkak se në qoftë se besoj se ka njerëz të huaj të cilët kanë bërë vërtet vepra shumë të mëdha për kombin tim, të cilin jo vetëm që e du shumë, por edhe vajtoj për hallet që ka kaluar, është Charles Telford Ericksoni. Përgjigjja ime për këtë është, ai ka qenë një besimtar shumë i madh, ai ka besuar në fenë e vet, ai i është përkushtuar asaj, ai ka i frymzuar nga motive dhe nga vlera morale të jashtëzakonshme, të mrekullueshme njerëzore. Ai ka vënë fatin e një kombi mbi fatin e vet dhe madje edhe familjes vet. Sepse në fakt ka shumë njerëz që kanë bërë sakrifica, qoftë për kombin shqiptar, qoftë për kauzat të caktuara. Por njeri që të ketë sakrifikuar edhe më të shtrenjtët e vet, familjen e vet, unë gjej vetëm Ericksonin. Pra unë besoj që ajo që ka frymzuar atë njeri është besimi që protestantët kanë, vlerat e mëdha morale që protestantët mbartin në vetvete. Ungjillorët kanë qenë ata të cilët në Shqipëri kanë sjell vlera shumë të mëdha morale. Shqiptarët, ju e dini, janë domethënë besimtarë të disa feve. Dhe ungjillorët nuk kanë 1% të madhe në Shqipëri, kanë 1% shumë të vogël. Por për nga vlerat tonë ata mund të rendisja në krye të gjithë tjerëve. Dhe Ericksoni ishte i tillë, unë këtu besoj. Zoti ambasador, kur ne u takuam për herë të parë në Tiranë, më keni treguar një histori shumë prekse se si e keni gjetur dhe si keni shkuar për të takuar vajzën e Ericksonit, Grace, një plake në Boston. A mund të na tregoni pak për atë vizitë, për çfarë emocionesh keni përjetuar gjatë kohës suaj me të? Në kohën kur unë po përfundoja librin e Ericksonit, më brente një pyetje, kisha një breng shumë të madhe, dhe thoja, a ka mundësi që ky njeri që ka vdekur 966-ën, ka patur 4 fëmijë të mbijetuar, i rrëlli i vdiq, por ishte polli, ishin edhe 2 vajza të tjera. Ka mundësi ky njeri të mos ketë lënë kërkën asnjëri mas vetes, mos ketë asnjë lloj trashëgimtari. Dhe i kisha shkruar një vit përpara Atli Olinit, i cili është kreu i kishës ortodokse shqiptare në Boston. Dhe i kisha kërkuar me shumë pronësia, mos ke ndonjë lidhje me këta njerëz, mos di që këta njerëz janë gjykune. Dhe ai më ktheu një përgjigje, më tha që shumë kohë më parë kam njohur vajzën Gracein dhe djalin Paul. Djalin e djalit. Më vonë i shkrova prapë, më duk sikur nuk po avanconte. Dhe isha në Himar, kisha marrë sa ditë pushime për ta mbyllur librin. Atëherë pengu im ishte që të gjeja dikën nga pasardhësit e Ericksonit. E doja patjetër të gjeja një njerëz që të komunikoja me të për këtë punë. Dhe Atli Olini më njoftoi, isha duke punuar librin në Himar. Në një mëngjes shumë herë, isha shumë herë të punoja. Kur marr një email, ku më thotë që i dashur mal, besom edhe mua se pas ka Zot. Unë më në fund i gjeta njerëzit e Ericksonit. Kam gjetur Donaldin, Doni, i cili është djali i Graceit, i cili gjendet në Boston, dhe për çudi edhe vajza e tij, Gracie, tashmë në moshën 101 vjeçare, është gjallë, është me mendje, me duar dhe me sy, dhe gjendet në një azil në Boston. Thëndoj kjo ka qenë një nga gëzimet më të mëdha të jetës time. Pastaj, jam vënë në kontakt me Donin, Doni vënë në kontakt me Paulin, Pauli është djali i Paulit tjetër, ai jeton në Washington, Seattle. Edhe u lidha me ta,
Kur bëj inaugurimi i librit unë i ftova, ata erdhën në Shqipëri, kanë qenë 2 vajzat dy mbesat e Eriksonit dhe Nipi, në Pollit, e 3 kanë marrë pjesë dhe kanë ardhur në Shqipëri, është një. Ndërsa Gresin pastaj kisha një merak shumë madh. Thoja një zonjë që ka lindur në Trojë shqiptare në vitin 911, në ato kushte, çfarë duhet mbaj mend ajo për teatrin, çfarë mund të nxjerr prej kësaj dhe bashkë me zonjën time dhe me djalin tim i cili tash studion në Harvard, vajtën në Boston edhe e gjetëm edhe azilin edhe vajtëm edhe taku. Mund të them se është nga momentet më të bukura të jetës time. Nuk dija si të sillesh ndaj një zonje si ajo. Kuptohet, ishte, kur e kam takuar në ishte 103 vjeçë, sepse kalon ca kohë. Dinte se kush jam, se më tha, "Are you the minister of Albania?" Dhe ministri në qytë në atë kohë ambasadorët në kohën e Eriksonit. Edhe në Shqipëri kishin ministër, nuk kishin ambasador. Edhe unë i thash po. I thash unë kështu kërë i spjegova. Edhe më tha, "My father has been a great man. He loved Albania so much." Dhe pastaj më tha, "He has opened schools in your country." Nuk dija në fakt se si të sillesh, se më duke aq e brisht. Ai ishte kështu, nuk ishte syze, unë kam syze, nuk ishte, dëgjonte shumë mirë, s'kishte nevojë për ndonjë aparat ndihmës. Kemi ndajt rreth një 10 minuta ose 15, jo më shumë. Ato infermierët ishin shumë të gatshme për të kujdesur shumë për të, dhe aq ishte takimi me të. Kam shkruar një artikull për të, kam shkruar me shumë gëzim, me shumë dashuri për të. Në fakt që të shtoj, domethënë, kur kam prek dorën e asaj zonje, kam kujtuar se kam prek qiellin, sepse më duk se dhe preka diçka që trashëgohesh nga ai burr që kishte kushtuar shumë Shqipërisë. Po. Edhe kjo na çon te një pyetje tjetër, kam edhe 2 pyetje. Kur studiojmë jetën e një figure historike, ashtu siç keni bërë me Eriksonin, zakonisht mësojmë disa vlera të mrekullueshme, keni ndarë disa me ne, por a mund të ndash me ne disa mësime që keni marrë që të shtyn të bëhesh një burr më të mirë, një udhëheqës më të mirë, një shqiptar më të mirë? Eriksoni, përveç atyre që përmenda, ka edhe një 2-3 merita tjera që do t'ja them. Ajo është i dekoruar nga Mbreti Zog me urdhën e Skënderbeut. Në atë kohë kanë marrë vetëm pak veta, në duket se janë gjithsej 7 veta në gjithë botën. Eriksoni ka qenë i vetmi delegat shqiptar në konferencën e Kombeve të Bashkuara pas luftës dytë botërore në nëse gabim është në Chicago, dhe i vetmi njeri i cili çonte letra Harry Trumanit për Shqipërinë, cilat i ka shkruar letra gjithë presidentëve dhe sekretarëve të shtetit amerikan me radhë deri në 63-shin, se pasaj si duket 3 vitet e fundit të jetës nuk ka qenë shumë, dhe në çdo letër i ka shkruar si mund të lihet një këmbë që i ka dhënë botës kristianizmin, që i ka mbrojtur kristianizmin me aq sakrifica, një këmbë me ato vlera siç janë shqiptarët, në këtë ditë halli në duart e komunistëve. Amerika duhet të bëjë gjithçka që ta shpëtojë atë këmbë. Tani cilat janë vlerat që mund mendoj që e para, unë nuk jam krenar që jam rrit në një shtet ateist, i cili nuk na ka leju që ne të mësojmë vlerat e moralin e fesë. Por ai ishte njëri moralist i jashtëzakonshëm, ishte njëri me moral shumë të lartë, një. E dyta ishte njëri i principeve. Në qoftë se ai ishte kushtuar një çështje, ai do ta çonte deri në fund dhe i ka çuar punët e veta deri në fund, me gjithë sakrificat që i kanë kërkuar. Ai ishte njëri që unë nuk më thënë se ishte asket, pa ai nuk ka bërë asnjëherë një jetë rehati. Në kohë kur si amerikan, ai kishte mundësi të bënte një jetë të mrekullueshme. Ishte shumë i Zotit, ishte shumë i aftë për të dhënë mësime, për të drejtuar një kishë dhe për të jetuar në kushte shumë komforti. Ai nuk i desh atë. Pra jetoi me njerëz të varfër, me njerëz në hall, në nevojë dhe me një kombi i cili po coptohej. Dhe ajo që do t'ju këshilloja bashkëkombëve të mirë, sa do pak të kenë kohë të të lexojnë veprën e Eriksonit për Shqipërinë, ata do të bëhen më të mirë. Do bëhen më patriot, do ta duan më shumë Shqipërinë,
do duan më shumë familjen, do duan më shumë vetveten, do dinë më shumë se kush janë. Sqarimi që i ka bërë besës shqiptare, virtytit shqiptar, mikpritjes shqiptare, traditës shqiptare, Eriksoni nuk ja ka bërë kush tjetër në botë. Dhe unë ndjehem aq i obliguar, aq i detyruar ndaj atij njeriu, saqë ajo punë që kam bërë për 5 vjet me atë libër më duket pothuajse asgjë, sepse ai meriton shumë më shumë. Në më dhasht Zoti jetë dhe forcë, unë nuk do të hiki pa e bërë dhe 2 gjëra për atë njeri. Një monument në Tiranë dhe një emër rrugë. Ai ka një emër shkolle, është i dekoruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe i Elbasanit, është i dekoruar nga mbreti Zog me urdhën e Skënderbeut, por ai meriton më shumë. Atëherë të falenderoj për gjithë këto përgjigje dhe në fund dua t'ju tregoj mirënjohjen time për kohën që po shpenzoni me ne si Instituti i Studimeve Protestante. Faleminderit për këshillën e për kontributet. Dhe dua të di, a mund të na tregoni sipas mendimit tuaj pse është i rëndësishëm instituti ynë që po krijohet, si do të mund shërbejmë në komunitetin akademik dhe për publikun e gjerë. Pra, a mendoni që ky institut vërtet plotëson një nevojë ose një boshllëk për shqiptarët në këtë kohë? Unë mendoj që ky institut vjen në një moment shumë të rëndësishëm, kur shqiptarët tani nuk janë një popull siç ishin kohën e Eriksonit, kur nuk dinin shkrim e këndim, kur një abetare, thot vetë Eriksoni, një abetare në shtëpinë e Eriksonit ishte më shumë se sa një magazin me armë, mund dënoheshë më shumë për një abetare, dhe ai e ka vujtur këtë. Pra shqiptarët sot janë të ditur. Por ne kemi një dobësi shumë të madhe. Dobësia jonë është se ne nuk marrim shënime, ne nuk shkruajmë. Pas çdo individi, në mendimin tim, shihet një histori. Çdo individ ka historinë e vet. Por a e shkruajnë gjithë historinë e vet? Ne shqiptarët nuk e shkruajmë. Protestantët ishin ata që i kanë shkruar. Çdo gjë është numër shumë i vogël në krahasim me popullsinë, numri i protestantëve në Shqipëri. Por trashëgimia e tyre e shkruar është shumë më e madhe se sa çdo kujt tjetër. Shqipëria, domethënë, mendohet që të ketë mbi gjysmën e popullsisë musliman. Por askush nuk marr shënimin në xhami. Edhe sot që është liru feja, edhe atëherë kur ishte lirë, e kuptohet kur s'ishte lirë fare. Protestantët janë ata të cilët rekordojnë, shënojnë çdo gjë. Dhe historia jonë është e shkruar në mënyrë të përsosur nga protestantët. Hapja e institutit është një dritare e madhe që hapet për shqiptarët për të parë historinë e vet, për ta lexuar historinë e vet, për ta kuptuar historinë e vet dhe për të qenë krenar. Ne jemi një kohë që kemi histori shumë të madhe, një popull i vogël me histori shumë të madhe, por nga që kemi qenë aq të shtypur, nuk dim të jemi krenar për historinë tonë. Unë them një episod shumë shkurtër. Kur Radio Vatikani nxori në internet para se të vinte ati shenjt në Shqipëri, tha shqiptarët i kanë dhënë botës 4 papë. Në qoftë se nuk do ta thoshte Radio Vatikani, shumica e shqiptarëve, po t'ju thoj këtë, do ta merrin si një shaka. Pra, është dobësia jonë. Ndërkohë që Eriksoni këtë e ka thënë, në veprat e tij që ka shkruar në vitin 1939, shqiptarët i kanë dhënë botës 4 papë. Dhe nuk është pak për një popull të vogël. Papa Albani e tjerë. Pra, unë mendoj që për vetë jam krenar që do të jem pjesë atij instituti me punën time modeste që do bëj, do të ndihmoj që të kërkoj gjën, duhet të ketë edhe Erikson tjerë. Ungjillorët në Shqipëri nuk kanë patur vetëm një Erikson. Që në familja Kennedy, ne e dim që ka plot Thomsoni e tjerë, të cilët kanë historira të jashtëzakonshme, që ne nuk e dim. Por duke mësuar historinë e ungjillorëve në Shqipëri, ne mësojmë historinë tonë. Dhe kjo është shumë ne na duhet të mësojmë mirë historinë tonë. Në Ballkan bërtasin gjithë se kanë bërë histori për një gjë ose për tjetër. Shqiptarët kanë bërë histori në këto gjëra. Asnjëherë nuk kanë sulmuar fëmijët e tyre. Nuk ka barbarizma shqiptare ndaj fëmijëve. Shqiptarët kur nuk kanë patur konflikt për shkaqe fetare, sepse janë të ndarë në fe të ndryshme. Shqiptarët janë i vetmi popull në Evropë që kanë strehuar në duke sakrifikuar jetën e vet hebrejt, sepse e di mirë historinë e hebrejve në Evropë dhe
sot ka shumë popull që mburren për atë, por popull që në gjirin e cilit mos ke humbur asnjë jetë. Hebrej është vetëm populli shqiptar dhe ungjillorët, domethënë si gjithmonë që i kanë bërë mirë Shqipërisë, do t'i bëjnë një gjë shumë të mirë me këtë institut. Unë do ta jap ndihmën time më des sa sa. Ju falenderojmë shumë për këtë, e vlerësojmë shumë. Faleminderit sidomos për kohën sot që keni harxuar me ne për këtë intervistë, edhe ka qenë një mësim të mrekullueshëm për mua, edhe shpresoj për gjithë. Kjo është gjë më e vogël që mund të bëja, sepse ju meritoni shumë më shumë dhe unë uroj që strukturat e shtetit shqiptar, institucionet e varura dhe të pavarura, ekzekutive dhe të pavarura, t'ju japin ju gjithë ndihmën e nevojshme në mënyrë që ashtu siç mburremi me bibliotekën kombëtare, mburremi me arkivin e shtetit, mburremi me Institutin e Historisë, me atë të letërësisë, të mburremi edhe me arkivin që do ndërtoni ju, i cili vërtet do t'ju jap një mundësi brezave të ri shqiptar të studiojnë gjëra të cilat janë të fshehura në fletët e palosura të gjërave shkruara, por asnjëherë të shfletuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mos u zgjata shumë, mos të... Ishte fantastik. Ke mundësi ti. Ishte fantastik. Për mua ishte. Faleminderit. Shumë. Më thash që po flas për Eriksonin, s'di me pushu. Jo, e di.